Bullizmi ka te kaluar për masat dhe tashmë është paraqitur edhe në formë të krimit. Adoleshentët janë kategoria më e prekur nga ky fenomen dhe kjo fillimisht lidhet me prindërimin dhe familjen. Sepse fëmijët kanë frikë të flasin me prindërit për gjëra që ata i shqetësojnë. Kështu shprehet psikologu Migjen Amzaj lidhur me fenomenin e bullizmit i cili tashmë ka gjetur vend në çdo cep të shoqërisë. Amzaj thotë se madje zakonisht bullizmi fillon në familje, pasi që siç thot ai, nofkat dhe emërtimet e para të fëmijëve vinë nga familja. Nofkat që vinë për familjes, ne me ato nofka dalin për shtëpi. Ne me ato pasiguri dalin për shtëpi. Ne prindër shqiptar, për fat keq, është prind ose merr rolin si prind në moment kur duhet ta kritikojë fëmijën, në moment kur duhet ta ndëshkojë fëmijën, në moment kur duhet ta gjykojë fëmijën. Nuk është është e njohur si fenomen që kur fëmia arrin diçka, prindi shqiptar që thotë e bën për vetë. E ke për vetë. Gjithçka që e bën e ke për vetë. Ndërkohë kur fëmia bën gabim, na turprovoj ne. Na solle këtë, na solle bela në shtëpi. Prej këtij momenti fëmia fillon e merr vetë gjyqësinë në dorë. Ai që bullizon këto tema i ka në shtëpi. Nuk është çështja ata që bullizohen. Duke ju referuar rastit të fundit në një shkollë fillore në qytetin e Shkupit, ku një vajzë e mitur është detyruar të marrë euro nga shtëpia për t'ia dhënë disa nxënësve të cilët e kërcënonin se do t'ia rrahin vëllan. Amzaj këtë problematike e quan si krim dhe jo si bullizëm. Ai theksoi se janë shqetësuese të dhënat të cilat tregojnë se sa armë zjarri dhe ato të ftohta u gjehen fëmijëve në shkolla. Po është problematike shumë, ky quhet krim, nuk është bullizim. Kjo është krim. Prap të lidhem të ajo pjesë, këtu në shumë herët ne ka filluar vetë gjyqësia të rinjve. Ti shohësh nuk është vetëm ky problem, është problemi me armë në shkolla. Është e frikshme të ti shohësh statistikat sa fëmijët kanë armë vetë, sa kanë jo vetëm thika, jo vetëm armë të ftohta, por kanë edhe armë zjarri në vetë. Kjo është çështja që fëmijët e marrin vetë gjyqësinë vetë, sepse nuk i besojnë sistemit, sepse dëgjojnë për prindërit, dëgjojnë lajmet, tani kur flitet tema që nuk vihet re askush është në familje. Amzaj më tej thotë se pjesa dërmuese e adoleshentëve të kësaj shoqërie janë sociopat, të cilët qëllime kanë vetëm të lëndojnë të tjerët dhe për këtë thotë se fajtor bashkë me prindërit janë edhe institucionet dhe shteti. Po ti shohësh fëmijët, adoleshentët sot, pjesa më e madhe me keqardhje, kanë strukturë sociopate. Një strukturë sociopate, veç shef të mendoj, me këta e harrojnë. Kush e ndërton këtë strukturë sociopate? Jemi ne si prind, është arsimi. Nuk ka kriterë, sot nuk mund ta përjashtosh fëmijën në shkollë. Sot fëmijën nuk mund ta ndëshkosh në shkollë, nuk flas për të rrafën, por nuk mund ta përjashtosh nga shkolla fëmijën sot. Sepse me ligjesh edhe ky fëmijë ndihet i barabartë me çdo gjë. Amzaj thotë se shqetësuese janë edhe rastet se tek ne ndodhin shumë ngacmime seksuale dhe përdhunime, të cilat nuk paraqiten as në polici e as në familje, sepse të rinjët nuk i besojnë sistemit dhe shtetit. Ai apeloi që të ketë reforma dhe ligje të cilat do të ndëshkonin jo vetëm fëmijët, por edhe prindërit në rast të ndodhive të tilla.